Kjo që merret me këto ligjet, me këto gjërat, ajo ka shkuar kush e di në sa nene ka shkuar, ka kundërshtuar me këtë që po thot, se ai po i fut ninën familjes me këtë që po thot. Po prish balancën e familjes. Sepse aty domethënë çfarë po bën kjo? Po fut një konkurrencë brenda çiftit. Jam unë i pari, s'kam nevojë për ty sepse nuk të pyes fare sepse aty fillon gjë, ajo pavarësi ekonomike. Nuk thoshte atje për shembull që gruaja duhet të shikojë mos dalë nga roli i saj madhor që ka, që është të jetë një bashkëshortë e mirë, të jetë një nënë e mirë, sepse ajo është një super punë, super e mondimshme, që vetëm aty po ty përkushtohet, ajo nuk i mjafton, i duhet shumë fuqi. Më shumë punon gruaja se sa burri. Po kjo çfarë thoshe tani? Kjo të dalë dhe gruaja nga shtëpia, të bëj karrierë, ajo karriera e famshme e grave, që nisi me lëvizje feministe, që e financonte Sorosi, që të dalë gruaja nga shtëpia, që të taksohet edhe gruaja, mos të taksohen vetëm burrat. Plan, prap, sistemi, qëllimisht. Dëgjoni me vëmendje Aleksin. S'ka lidhje liria këtu, liria e grave të drejtave. Kush e ka mohu të drejtën grave më? Kush i ka thënë mos dali me shoqet e të pi kafe valla. Po si e paraqesin atë liri, një liri e abuzimi realisht. Kupton që të dali komplet shturët. Ato mesazhe po kalon te aty. Edhe aty domethënë thashën çfarë duke bërë kjo më dha. Pse ka që ka atë ndikimin, atë influencën, domethënë kjo tani po kalon ato mesazhe të tilla. Ai po e shkatëronte familjen fare. Nuk po thoshte atje shiko që ta respektosh burrin, edhe po patin ai kapriço të kesh atë durimin që ta zbushësh me mënyrën tënde. Se femra mahet më shumë për botën emocionale, ka më shumë zemër. Kurse burri ecën më shumë me tru, femra ecën me zemër. Prandaj duhet të jenë të dy bashkë që të plotësojnë njëri tjetrin. Kjo thoshte shiko se ti duhet dalësh veç do të jesh e pavarur. Pritë valla çfarë tu thon? Kush e hoqi pavarësinë asaj tjetër? Domethënë ai me stil po thoshte mos pirë fare për burrin, sepse tek e fundit mund të bëhesh ti burri i shtëpisë, që ta shtypësh atë atje, të duket ai si grua pastaj. A jemi sot në këtë pikë? Edhe sistemi ka arritur goxha këtë pjesë. Ka arritur, a jemi sot? Ka dhënë ai shumë të drejta, pa lidhje të drejta. Kush e ka mohuar të drejtat? Po janë të drejta. Këto duhet edhe si ofenduese, duhet kërkuar të drejtat, ndërkohë që edhe po kur ti kundërshtosh këto që janë domethënë si janë abuzime realisht, do thotë jo se ti je kundër të drejtave sepse na do neve se ju shikoni gratë si skllave që t'ju shërbejmë juve. Kush e ka thënë këtë më vëlla, neve mashkulli, një burr, gruan e tij e ka mbretresh alla. Nuk i shikon kurrë si skllave, domethënë pse ka kaluar kjo opinion i gabuar, domethënë që burri po shfrytëzon gruan. Domethënë kësaj pjese po i mshojnë, edhe po i fusin një konflikt njerëzit, këto çiftet me njëri tjetrin. Edhe dalin këto divorcet që thati çfarë që po shtohen. Se ja mushin me budalliqe valla. Pak do ajo, i mbushet ajo atje dhe fluturon. Si ajo tjetra që thoshte atje prap te Eni. Do dalun pi kafe thot me shoqnin time për kokrën e qefit se çfarë thoshte.